të sotme më shumë i jepet çështja e respektit është domethënë gjithmonë tu i nxit fëmijët të kenë empati ndaj të tjerëve, do të thotë tu e di që duhet më u fitu respekti, po në të njëjtën kohë kur e dim që është fëmia më i vogël se sa të rriturit, atëherë gjithmonë u sqarohet që kur vjen dikush më i madh, normal duhet më u respektuaj edhe më u ngrit në këmbë. Po jo gjithmonë pastaj pasi del Mustaferi dhe më fillu me i kritiku, nuk u ngritet ti, u ngritet ti. Thjesht ju japim si sqarim që më mujt ata me pas qartë se duhet më respektu më i madhe. Gent a është zor me arrit sot, domethënë me qenë mësimdhënëse, edhe me arrit me e instalu një farë forme dhe mu kujdes për anën emocionale të fëmijëve? E vështirë është, gjithmonë ka me qenë e vështirë, por që ne mundohemi që të japim më të mirën. Normal, tash që teknologjia dhe mundësitë i kemi të shumta, cilat neve na ndihmojnë që edhe marrim trajnime të shumta sa i përket pjesës emocionale të fëmisë, po ashtu edhe kemi pjesën ku secila shkollë tash besoj e ka edhe psikologun, besa edhe pedagogun e shkollës, besoj e kemi shumë më të lehtë që në bashkëpunim me ata, domethënë të arrim që fëmijët të jenë sa më të mirë, të ndjehen sa më mirë emocionalisht në shkollë. Okej. Do të thotë roli i psikologut e lehtëson procesin e juaj si mësimdhënësa. Po. Se tash ka fillu në të kaluarën ka qenë pak problem se në momentin që fëmijëve ju ki cek që ai do shkoj te psikologu, me njëherë kanë thonë të doktori unë jam smut. Po që tash është ndryshe edhe në momentin që mësuesja është të arsyeshme në bashkëpunim me prindërit, marrin edhe seanca psikologjike në mënyrë që fëmia të vijoj mësimin ashtu siç duhet edhe të jetë i qetë, ndjehet mirë në shkollë edhe në klasë bashkë me shokët e shoqet. Kështu që shkon atje, e hiq atë barrën emocionale që e ka edhe mandej kthehet në klasë edhe e din që diçka ka gabu gjatë rrugës dhe mundohet ta përmirësoj ata. Okej. Tu fol, mu kujtu, unë kur kom qenë fëmijë, mësuesja jeme e parë ka qenë Fiqërie Lila në shkollën Mustafa Bakia. Edhe mas 2-3 muajve ajo ka dalë në pension. Edhe mandej e kom pas mësuesen, domethënë deri në klasën e 4, atyre kemi qenë po, e kom pas Linda Nigja, që dyja t'i kujtoj diqysh me shumë dashni, po më kujtohet që bullizimi një farë forme, që shoqet ma kanë bo dhe që për mu u konë ngacmimi ma i keq, u konë me ma përqesh mësuesen. Më thonë, mësusja Fiqërie Lila, ato gjithmonë e kanë përqesh emrin edhe më kanë thonë si fiqa që ka qenë për para. Makina. Edhe do më thonë, mu nuk më kujtohet ofendim ma të madhë që unë e kom përjetu na i herë se me ma thonë që ato. A është halo, edhe besoj jo vetëm për mu, për të regoj një rast temin personal, po besoj që për krejt qatë gjenerat ka qenë që ky konsiderata ose respekti, autoriteti mësuesës, do më thonë ka qenë në pjedestal. Atëherë njëjtë është edhe tash, domethënë shpesh ndodh dhe na kemi raste që thonë mësuesa apo fol ti fëmijë se vetëm ty po dëgjon, mësuesa o ka rri mirë në shkollë se në shtëpi është ndoshta pak më aktiv, më është dërvjellët ndoshta. Po që në klasë normal ndoshta është respekti, po në asnjë moment nuk besoj që është frika, që ka qenë të kalumen, që për të vjen edhe për të ndodhë diçka, po që është ai respekti edhe ajo ndjenja e mirë që shfaqet, paktën po flas aty ku punojon.